të vijojmë të mbetemi me këtë temë dhe do të zhvendosemi drejt për së drejti me nënkryetarin e Bashkisë së Lezhës, zotin Fation Zefi. Shumë faleminderit i nderuar që keni gjetur kohë për të bashkuar në këtë komunikim së bashku. Mirëmbrëma. Po diskutonim pak më herët për situatën që është duke ndodhur, po themi në pjesën më jugore të vendit, më konkretisht ishim në Korçë, do donim për jush nëse është e mundur për të kuptuar pak më tepër se si paraqitet situata në Lezhë. Situata paraqitet me pasojat që ka lënë qarja e argjinaturës në tale të Lezhës, pas 48 orësh pune intensive me Bashkinë Bordin e Kullimit dhe me kompanitë private është realizuar mbyllja përfundimtare e saj. Po punohet çdo ditë tani për ta ngritur edhe më lart argjinaturën që të mos ketë probleme në të ardhmen. Territori i fshatrave të njësisë Shënkoll, Zejmen dhe Kolç kanë prani të ujit, por niveli nga momenti i mbylljes së argjinaturës ka rënë rreth 30 cm. Bashkia me emergjenca civile po punon deri në orët e vona, ka bërë shpërndarje të paka ushqimore, material për gjend e gjallë, sepse kemi akoma prezencë të ujit në pjesën më të madhe të tokave bujqësore. Zoti Zefi, sa i përket rrugëve, po edhe gjithçka që ka të bëjë, sikurse unë Elceka edhe pak më herët në fjalën time, edhe me çdo mundësi për të evituar incidente të mundshme që mund të ndodhen. Cilat janë masat aktive për sa i përket Lezhës? Ne po thonim pak më herët që presim gjithashtu që rreshtet edhe të rikthehen. Probleme me bllokim rrugësh nuk kemi pasur përveç se prezenca e ujit në disa segmente rrugore në këtë zonë që sapo përmenda, pra në zonën e Shënkollit dhe të Barbullojës. Bashkia ka punuar edhe sot me zhbllokimin e disa kanaleve të dyta dhe të treta, për shkak të materialeve që kanë sjellë prurjet e vrullshme, dhe deri tani nuk ka situatë problematike. Unë do doja nëse do t'ishte e mundur prej jush edhe ndonjë mesazh për qytetarët, pasi siç Elceka dhe në komunikimet e mëparshme, kur bëhet fjala për situatat vështira, por themi që lidhen me rreshtet, po jo vetëm, gjithsecili ndjen edhe një farë përgjegjësie qytetare, apo jo? Ju bëjmë thirrje që sidomos në zonën ku ka akoma prezencë të ujit për banesave, mos bëjnë lëvizje pa nevojshme, për shkak se rrezikojnë, sepse zona sigurisht që është me sistem kanalesh të dyta dhe të treta dhe mund të ketë aksidente të ndryshme. Bashkia ka vënë në dispozicion numrat e telefonit që u gjendet qytetarëve në çdo moment për çfarëdo nevoje që ata mund të kenë. Zefi, nëse nuk e diçka për të shtuar, mua më mbetet vetëm realisht të falenderoj që e gjete këtë kohë në mes të gjithë punës që keni pasur, sepse e di që ka qenë një situatë që ka kërkuar të jeni gjatë gjithë kohës shumë vigjilent për atë se çfarë ndodh orë pasore, apo jo? Ju falenderoj juve. Faleminderit dhe natën e mirë.